motra është dashuruar me djalin e koqësisë. Masha Allah. Familjet janë në një shok të madh, sepse neve vetëm rruga na ndan. Jetojmë në perëndim e fjalët e njerëzve pa ndal. A është haram t'i ndajmë? Çfarë në këto Allah? Nga kanë ardhur këto Allah? Motra është dashuruar me djalin e koqësisë, po shqyr me elhamdulillah. Edhe komshi, edhe krushk. Ka më mirë. Është bon noh, mi thot. Në të fol njerëzit. E jetojnë edhe në perëndim, që këto në perëndim do t'jenë open mind. Open mind. Këto do t'jenë mendje hapur, këto do t'jenë mendje ndritur. Gjithë drita po na vjen nga perëndimi. Të thonë, o bo nomi, po pse? Thotë, motra është dashuruar me djalin e koqësisë, e njerëzit po na përfolin, a është haram t'i ndajmë? Haram është me i nda. Pse me i nda? Shoqyr që duhen, martojeni. Elhamdulillah që duhen, martojeni, bismillah. Ala me këto muhabete po, kur do të bëhemi njerëz ne si popull? Inshallah, avash. Avash. Se me u bo shpejt, pastaj çfarë do të bëjmë? Kush do të merret me budalliqe po u bëm shpejt si popull. Kështu që avash.